Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: ishin dy burra prej Beni Israilve që ishin si vëllezër mes veti. Njëri prej tyre bënte mëkate, ndërsa tjetri ishte shumë i përkushtuar në adhurim. Ky adhuruesi vazhdimisht e shihte tjetrin në mëkat dhe i thoshte: ndalu. Një ditë e pa përsëri në mëkat dhe i tha: ndalu. Ai u përgjigj: më lër mua me Zotin tim, ai e dërguar tim mbikëqyrës mbi mua. Atëherë ai i tha: pasha Allahun, Allahu nuk do të të falë ty, ose Allahu nuk do të fusë ty në xhennet. Pastaj Allahu u mori shpirtin të dyve dhe u bashkuan para Zotit të botëve. Allahu i tha atij adhuruesit: a kishe dije për mua, apo kishe fuqi mbi atë që është në dorën time? Dhe i tha mëkatarit: shko dhe hyr në xhennet me mëshirën time, ndërsa për tjetrin tha: çojeni në zjarr. Pastaj Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thot: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, ai tha një fjalë që ja shkatroi dynjan dhe ahiretin. Transmeton Ebu Davudi dhe Albani e konsideron sahih.